Jemi sërish së bashku dhe tashmë e kam Ëndrën këtu në studio. Ëndra, faleminderit shumë, mirë se erdhe, kënaqësi shumë të të kem këtu. Mirë se u gjeta Ilmie, faleminderit shumë, kënaqësia ime dhe jem këtu. Faleminderit shumë. Më thuaj pak si ka qenë kjo periudhë për ty para se të nisim kështu në temën tonë, atë rrugtimin tënd, në familjen tënde, si ka qenë kjo periudhë? Ka qenë një periudhë e ngarkuar? Si ka shkuar për ty sepse për shumë njerëz janari i shkurtë janë pak depresiv? Po, është një periudhë që sapo kemi filluar me vitin e ri, domethënë 2026-a, urojmë të jetë një vit sa më i frytshëm. Po, fillimet janari i shkurtë janë gjithsesi më të ngarkuara, duke e marrë rutinën e përditshme dhe ashtu, po besoj se do shkojmë mirë deri në fund. Do vazhdoj viti mirë. Po, me rëndësi ta kemi shëndetin, pastaj tjerat të gjitha vinë nëse kemi dëshirën dhe vullnetin për të punu. E vërtet, me punët dhe me vullnet bëhen të gjitha. Ëndra, unë dua sot që të flasim se ti ke qenë më herët në televizionin Alsat, në emisionin tim, po kemi folur, po nuk është që kemi folur kështu me detaje, nuk kemi folur për krejt rrugtimin tënd, i kemi përmendur sigurisht disa performanca tua që ke pas, po prej atëherë ti sigurisht ke qenë vitin e kaluar dhe prej atëherë ke pas edhe gjëra të reja dhe do të kesh gjëra të reja për të cilat ne do të flasim, po dua që të flasim për të gjitha, pra për fëmijërinë tënde, për jetën, për atë jetën për te skenës, ashtu siç e përmenda edhe në fillim. Por dua të të bëj një pyetje, nëse të pyet ty dikush tash sot, kush je ti për te skenës, për te ëndrës që është në skenë? Cila do t'ishte përgjigja jote? Po, unë zakonisht nuk jam një tip që flas shumë për veten. E di. Jo, për te modestis jam më shumë tip që rinë heshtje e mbyllur edhe nuk dëshiroj shumë të flas. Më tepër më pëlqen nëse punën e shfaq, edhe ajo të duket. Po për te skenës, jam njeri shumë shoqëror. Ato që janë shoqërues me mu, ato ndoshta e din më mirë se çka them unë. Jam shumë shoqërore edhe mundohem të jem më paqësore me njerëzit edhe jam shumë komunikative, kështu që është lehtëshëm është të shqirohesh me mua. Po, këta e kemi vërejt në fakt, edhe unë e kam vërejt, po besoj edhe përmes ekranit disi atë energjin pozitive që e rrezaton, dhe më thënë është... Faleminderit shumë, gjithashtu edhe ti e shumë mirë. Sot edhe desha të të komplimentoj, se je bërë shumë e bukur. Gjithmonë je e bukur, po sot diçka shkëlqen më shumë. Më ndryshe. Po, Faleminderit shumë, gjithashtu edhe ti. Po, a je kjo, je besoj ajo tipja e qetë që e shohim edhe në piano, në atë botën tënde, je edhe për te skenës ashtu? Jam. Karakteri im është pothuajse i njëjtë, por kam normal gjithsesi si të gjithë njerëzit momente që edhe unë nevrikosem ose diçka nëse nuk shkon siç duhet, edhe unë kam ato teket e mia, po momentet e mia, por jam në përgjithësi e qetë. Jam shumë e drejtë për drejtë. Nëse kam diçka për ta thënë, ta them direkt dhe nuk dua shumë lafe apo muhabete. Kjo është gjë e mirë. Për më tej. Sa më shumë e drejtë për drejtë jesh. Me drejtë për drejtë jesh, më mirë është edhe kështu më mirë kalon gjithçka. Shumë e vërtet. Çfarë është një gjë që mbase të bën nervoze, që diçka që nuk domethënë nuk mundesh ta përbish, le të themi, ta përtypësh, nervozohesh shumë shpejt. Është fjala e vënë. Kur nuk mbahet fjala, është pak problem për mua që ta ri, ta përbi. Më shkon pak kohë, ndoshta hidhrohem, po se di, fjala është për mua mbi të gjitha që duhet të respektohet, edhe nëse jep fjalën, ajo është që ja ke dhënë dikujt besimin, edhe kjo është shumë me vlerë, mendoj unë. Duhet të mbahet, sigurisht, premtimet ose fjalat që... Gjithsesi. Të flasim pak për fëmijërinë tënde. Më thuaj pak si ke qenë ti si fëmijë, si ka qenë fëmijëria jote në përgjithësi, me familjen, me shkollën, kur ke filluar? Fëmijëria ime ka qenë, si me thanë, me shumë ngjyra. Ka qenë një fëmijëri që prindrit mbi të gjitha i kam pas shumë për krah vetes. Në çdo moment, domethënë dora ime nuk është lëshu. Si nga çështja e avancimit tim për shkollën, për më tej për profesionin,
Edhe në jetë ato kanë qenë shumë përkrahës të mdhej, ende janë edhe sot, dhe më mbështesin gjithmonë. Çfarë do lloj hapi unë që të hedh, konsultohem normalisht edhe me ato, sepse jam shumë e lidhur me familjen time dhe më duhet ai mendimi i parë i tyre. Pastaj ato gjithmonë më kanë lënë të lirë, unë vendos vetë për gjërat e mia, po ata kanë qenë një krah shumë i fortë për mua, që unë heci përpara ku jam edhe sot, dhe do vazhdoj më tej. Sigurisht, mbështetja e familjes gjithmonë duhet. Nuk je rastësisht në art, apo? Sepse babi jot është edhe ai muzikant, pra është klarinetist dhe saksofonist, është muzikant, quhet Ilir Ademi, babi im, edhe ai është përkraja ime e parë që më ka drejtuar drejt muzikës. Por asnjëherë nuk më ka sforcuar për këtë profesion, por ndoshta edhe ajo që kam dëgjuar gjithmonë në shtëpi muzikë, edhe më ka shtyr drejt dëshirës për ta vazhduar muzikën. Ndoshta edhe ajo ka qenë pjesë e asaj që unë i hyra botës muzikës. Fillimisht nëpër festivale për fëmijë, kam nisë me muzikë, pianon njëherë as që e kam menduar. Te shkolla fillore e muzikës atje, kishim instrumentin e pianos, ku unë pas shkollës shkojsha në kurs të muzikës, dhe nuk ka qenë shumë dëshira ime për ta vazhduar. Fillimisht nisa me këngë për fëmijë, ku tekstet mi ka shkruar mami im, ajo është mësuese me profesion, edhe ka shkruar shumë tekste këngësh për fëmijë, për festivale. Festivalet e fëmijëve. Edhe ndoshta edhe ajo tash kur e diskutojmë bashk, sepse një tekst të këngës që ku me atë tekst unë fitova çmimin e parë të Tingujt e Art, në vitin nuk më kujtohet sakt, më duket 2006 ka qenë. Edhe ajo kënga titulloheshte Pianistja vogël. Sa mirë. Ndoshta ajo... Edhe pse s'ke qenë në piano? Jo, ndoshta ajo ka qenë sikur diçka brenda saj ka thënë se unë ndoshta duhet vazhdoj me pianon. Sigur mami e ka ditur prej atëherë se unë do vazhdoj me pianon, edhe kjo është interesante tash. Ndoshta nuk është rastësore. Nuk është rastësore, me të vërtetë, në fakt interesante kur e kujton tash, sepse ti se ke menduar, ke nis domethënë diçka me piano, po që ke menduar nuk është kjo ajo që më shkon mua. Por që ja, edhe me këngën që ke fituar, tash pianiste je. Pikërisht ajo pianiste që ka fituar. Si kujton ato festivalet e para si fëmijë, kur ke dalë në skenë, duart rrokitjet e publikut, pritshmëritë? Festivalet kanë qenë emocion krejtësisht ndryshe, edhe sot e kësaj dite kur i kujtoj me nostalgji dhe jam shumë krenare që kam marrë pjesë, sepse nëse ndonjë fëmijë është i talentuar, duhet të merr pjesë në për festivale. Festivalet të bëjnë më të disiplinuar si njeri më pastaj edhe eksperienca me shoqja atje, dalja përpara publikut ka qenë gjithashtu sfida që duhet ta kaloj. Nuk e di, për kraje ka qenë mami im, ajo stilistja ishte imja e daljeve të mia, gjithashtu edhe sot, ajo përkujdeset shumë për veshjen time dhe lukun tim kur dalë në skenë, gjithashtu edhe nuk i kursen edhe shumë kritikat. Jep pak si shumë kritikat, por ato kritika ndoshta më bëjnë që të formësohem akoma më mirë. Po kjo është gjë e mirë, sepse ndonjëherë të duan, pikërisht të duhen edhe kritika. Cila ka qenë ndonjë kritik që ta ka dhënë, që ndoshta në momentin që ta ka dhënë ke thënë, pse ma thua këtë, po më pas të ka ndikuar dhe sot e ke marrë atë kritik dhe me atë kritik po ecën? Po qëndro pozitive. Është njëra kritik, njëra nga kritikat, edhe pse unë jam pozitive, po ndoshta në ndonjë moment nuk ka qenë ai momenti ku unë kam qenë në më të mirën time, edhe qëndro pozitive më ka thënë,
qëndro drejt, edhe se profesioni jonë ka pak çështjen estetike si kryesore, duhet qëndrimi drejt edhe gjithë shka mos vërret të publiku ti çka përjeton në moment. Jemi shumë interesant në muzikantët, sepse është një profesion sa do i dukshëm, duke gjithë shka në ndëgjim e në dukje, po edhe atë shka e kem brenda vetes nuk duhet ta shprehësh në atë moment. Duhet gjithë shka t'i lësh me një anë edhe ta bësh profesionin në mënyrën më të mirë. Pra, publiku nuk duhet ta ndjejë mbase atë energjinë që ti ke, sepse mund të ndodhë që para një performance ti mos ndihesh mirë, dhe mos jesh mirë, sepse njerëz jemi dhe gjithkujt mund t'i ndodhë, po që publiku nuk duhet ta... Nuk duhet, thjesht fokusi edhe përqendrimi edhe ajo mendimi pozitiv duhet të mbizotroj. Mbizotroj, po. Ke pasur ashtu momente, nëse kujton ndonjë moment që ka qenë pak më kritik se tjerat, ku nuk e ndjerë mirë, ke thënë që nuk e dija dua të dala apo jo në skenë. Po, kam pasur, nuk janë të shpeshta, kanë qenë të ralla, por nuk e di, këtu dua të dalë se familja është shumë e rëndësishme. Në atë moment duhet ta kesh për krah një njeri afër vetes që të shtyj ose të thotë ndonjë fjalë pozitive që ti me njëherë ta ndryshosh humorin ndoshta. Edhe kjo për mua ka qenë ndihmë e madhe. Sigurisht, sepse duhet i kalosh edhe ato vështirësitë të cilat kanë qenë vështirësitë gjatë rrugtimit tënd, domethënë prej fëmijërisë, prej kur ke filluar edhe me piano e deri më sot. Cilat kanë qenë vështirësitë ose sfidat më të mëdha me të cilat je përballur gjatë këtij rrugtimi artistik? Tash unë shkollën e mesme e kam bërë në Tetov, në klasën e profesorit Ajhan Kurtov, edhe në atë periudhë, unë kur u drejtova më për drejtimin instrumental, sepse në shkollën e mesme drejtimet merren, drejtim teorik apo instrumental, unë vendosa për shkak një frymëzimi ta vazhdoj pianon. Gjithashtu edhe programën e kisha unë për konkuru, kështu që profesori më mori me shumë dëshirë, pastaj sfidat i kam pasur gjatë periudhës së shkollës së mesme, sepse nuk isha edhe shumë në formën e duhur, aty ku duheshte t'jem unë. Dhe vendosa që të shkoj në orë private me profesoreshën Ludmila Romanova, profesoreshën ruse, këtu në Shkup, dhe krahas shkollës mesme, unë udhëtoja çdo të diel në Shkup, ku bashkë me profesoreshën arritëm deri në vitin e 4 të shkollës mesme, ku unë punova krahas profesorit edhe me profesoreshën në bashkëpunim me të dytë, dhe ja arrita formën ku duheshte të jem unë. Pastaj, më pas vazhdova fakultetin, te klasa e profesoreshës Nina Kostova, gjithashtu në bashkëpunim me profesoreshën Romanova, edhe aty të dyjat ishin ato ndihmëset ku mu më dhanë atë kualitetin, aty ku duhet t'jem unë fiks, edhe ajo ishte sfidë për mua, për shkak se është një periudhë shkolle ku unë kam qenë izoluar komplet prej botës, këndej rinia ose shoqëritë që dalin, nuk kam qenë edhe shumë e lirë për shkak se kam pasur angazhime dhe kam udhëtuar, kam ushtruar edhe kjo ndodh. Si të gjithë muzikantët, besoj. Këto që kur ushtrojmë ne edhe shkon ajo koha pak është kohë e gjatë edhe harron çka ke tjetër. Çka ndodh jashtë kësaj botës suaj. Të ka kushtuar në thojza le të themi ose ke sakrifikuar atë pjesën e daljes, domethënë është ajo mosha ku çdo kush don të dalë, ta shijoj me shoqërinë. Ti e ke sakrifikuar këtë, po besoj që sot je lumtur që e ke bërë këtë. Sot jam e lumtur edhe them faleminderit që e kam bërë këtë. Faleminderit Zotit që më ka ndihmu, sepse tash mundem, jam e lirë edhe të dalë. Aty ka qenë momenti ku... E ke arrita që deshe ta arrishe, tash mund t'i bësh edhe gjërat... Mund t'i bëj nëse organizohemi, sepse vetëm organizim të mirë i bën të gjitha.
Sigurisht bëhen të gjitha. Sigurisht e përmendem edhe babin tënd që ai është muzikant dhe përkrahjen sigurisht që e ke pas, po a ke ndjer edhe një lloj ose mbasi edhe vazhdon ta ndjesh një lloj presioni në aspektin që ai është muzikant, një muzikant i suksesshëm, kështu që edhe ti duhet ta ruash këtë suksesin dhe ta mbash atë ritmin, le të themi, edhe të ti. Ka qenë një lloj presioni në këtë aspekt, sepse si vajza një muzikanti duhet edhe ti ta tregosh veten në mënyrën mjaft mirë. E kuptoj, presion nuk kam pasur. Nga ana e babait tim nuk kam as pak presion. Përkundrazi është tytës dhe është shumë pozitiv në atë që e kërkom nga unë. Jo, e kam fjallën dhe me thënë, presioni vet ideja që ti babën e ke muzikant dhe dua ta arrit që ka arrit. Po, edhe atë që ta bëj krenar atë, edhe atë e kam menduar her pas here. Është përkrahas shumë i madh dhe uroj që ta bëj krenar gjithmonë. Besoj që veç më e ke bërë dhe vazhdon që ta bësh. Çfarë të ka mësuar edhe babi jot si muzikant edhe mami, duke qenë se tekstet ti ka shkruar dhe sigurisht edhe stiliste edhe sot e sot e ke. Çfarë të kanë mësuar në aspektin dhe më thënë si artiste ty tash, se si njerëz diskutohet që ke marrë shumë mësime, po edhe në aspektin e jetës tënde artistike, diçka që të ka mësuar baba yt si muzikant, që nuk e ke mësuar në asnjë shkollë, nuk ka arritur të ta mësoj një shkollë. Po, baba im më ka folur shumë se punën që e marr duhet ta kryj deri në fund me ndërgjegje të plotë. Ajo është që ma ka mësu dhe t'jem shumë e sigurt brenda vetes për gjithë shka që bëj. Kështu që edhe kjo moto ndoshta edhe gjatë jetës pastaj më ka ndihmu shumë, sepse jam gjithmonë në hapat sigurta në atë që bëj. Kështu që uroj të vazhdoj kështu dhe si të gjithë prindrit, japin këshilla gjithmonë. Që nuk i kursejnë ato këshilla, si dhe kritikat. Po, edhe ashtu duhet jetë. Kritikat për mua gjithmonë kanë qenë të vlefshme. Asnjëherë nuk i marr për ters. Gjithmonë, sepse e di se ato vetëm më çojnë përpara. Sigurisht, edhe po. Duhet gjithmonë të kemi dikë që na kritikon, që t'jemi në rrugën e duhur. Për t'u përmirësuar, sigurisht për t'u përmirësuar, sepse ndonjëherë ne mendojmë që mund t'jemi në rrugë të drejtë, ose mendojmë që jemi duke i bërë gjërat krejt në rregull, por që dikush tjetër e sheh ndryshe, kështu që sepse njeriu dita ditës përmirësohet. E vërtet. Ecën përpara. E vërtet, gjithmonë ka diçka për të mësuar më tepër, gjithmonë ka diçka për t'u përmirësuar, për t'u bërë më mirë, kështu që ja ku kemi këtu edhe një fotografi. Është motra jote, apo? Po, është motra ime, Ëmbla. Po, Ëmbla. Ëmbla quhet. Ëmbla është e kam motor të veçantë, është shumë speciale për mua dhe është shumë e lidhur me mua, shumë është e lidhur. Gjithmonë dëshiron të më ketë pranë, kur ushtroj vjen edhe afrohet tek unë, dëshiron të ndëgjoj shumë muzikën klasike, ka vesh absolut të muzikës klasike, që dëshiron të ndëgjoj tingullin e organos shumë, i pëlqen kompozitori Vivaldi, i pëlqen këto kompozitorët klasik, dhe është shumë e veçantë, është speciale. Ajo është gjithçka për mu. Është begimi më i madh që më ka fal Zoti. Po, jemi 2 motra. 2 motra. Kemi diferencë moshe 12 vjeçare, kështu që unë pak a shumë edhe sikur e kam rritë edhe unë krahas prindërve. Edhe kështu që jemi të lidhura shumë njëra me tjetrën. Cilat janë ato reagimet edhe kur të shef edhe në skenë, edhe sepse the që e ka qef edhe muzikën klasike. Po. Reagimet janë shumë interesante, sepse në skenë Ëmbla nuk ka durim shumë të qëndroj. Më tepër dëshiron të jetë në distancë ose nga shtëpia më ndjek, edhe ne nuk e sforcojmë këtë jetë, e respektojmë vendimin e saj dhe nuk duam që ajo të ndjehet keq, kështu që kur më sheh në televizion edhe me gjithë dëshirë afrohet edhe më ndjek. Në atë kohë gjithçka ndalon për atë dhe më ndjek mua. Sa e bukur kjo gjë. Është shumë e lidhur është me mua, gjithashtu edhe unë me atë.
Sigurisht. Më thuaj pak sepse e përmendëm, domethënë të qëndrojmë edhe tek pjesa edhe ende me babain tënd, ke në plan teksa jemi aty sepse do të flasim për të gjitha edhe për projektet edhe për planet e tua, po që me që jemi këtu te pjesa e familjes dhe duke qenë se edhe baba jot është muzikant, ke në plan një koncert nëse s'gaboja. Mund të na tregosh pak më shumë detaje dhe si e prit këtë, sepse besoj do t'jetë një emocion shumë i veçantë kur je me babain tënd në skenën, ndan skenën me prindin tënd. Vërtet, me babain tim, maksimum vetëm një herë ose 2 herë kam performu bashkë në skenë. Ky koncert ishte një ëndër që ta realizojmë bashkë dhe erdhi momenti me sa duket. Tash këtë vit planifikojmë ta realizojmë sepse është një koncert shumë interesant që do ketë gërshetim tingujsh dhe ashtu do titullohet sepse është muzikë e gërshetuar jazz klasik me piano, klarinet dhe saksofon, gjithashtu muzikë pop dhe muzikë të lehtë shqipe, që besoj se do jetë një kombinim shumë i bukur. Shumë i bukur dhe shumë interesant për publikun. Publiku jonë ka nevojë të ndëgjoj edhe të tilla zhanresh. Po. Sepse jemi mësuar vetëm në diçka të përqendrohemi, po ky do jetë një kombinim interesant, mendoj, dhe mezi pres që ta realizojmë. Dhe ne mezi presim në fakt edhe që ta shohim dhe ta dëgjojmë këtë koncert, të vim të jemi prezente edhe në këtë koncert, besoj që së shpejti do t'jetë, dhe me të vërtet është një kombinim shumë i bukur, sepse sidomos nuk e di pse unë të paktën i preferoj shumë këngët shqipe që vinë në stilin, domethënë në zhanrin jazz dhe ka një kombinim shumë të bukur. Është shumë interesante, gjithashtu është interesante jo vetëm për publikun tonë shqiptar, por edhe për atë të huaj, sepse unë kur isha në Vjenë vitin e kaluar, edhe aty unë performova një këngë shqipe, por të kompozuar për piano, të aranzhuar nga kompozitori italian Paolo Marzocchi, edhe ai është inspiruar nga muzika shqipe dhe ka shkruajt. Kështu që publiku i Vjenës mbeti i shokuar, sepse unë në fund e ekzekutova pjesën edhe publiku mbeti shumë i kënaqur dhe më shumë e habiti ajo pjesë, sepse ritmika jonë dhe stili jonë, gjuha shqipe, muzika shqipe ka shumë polifoni, ka shumë tinguj edhe ndoshta për ata të huajt është diçka shumë interesante. Tingëllon bukur. Kjo është gjë shumë e bukur sepse përmes muzikës klasike, përmes këtyre zhanreve, ne në një farë mënyrë edhe e përcjellim edhe tek të huajt edhe muzikën tonë. Pra ata mësojnë diçka më tepër edhe për muzikën shqiptare. Si ka qenë me që e përmende, me që jemi tek performanca jote në Vjenë që ke pas, si ka qenë si eksperiencë për ty? Sa të ka ndihmuar le të themi edhe për të motivuar më tej, po sa të ka ndihmuar edhe për karrierën tënde artistike? Po, më ka ndihmuar shumë, jam ndjerë shumë mirë atje. Vendosa që të shkoj vetëm, sepse mbajta një recital nga 1 orë e 10 minuta program, që e kisha vetëm isha unë aty, koncert recital, pas një programi shumë të ngjeshur me koncerte këtu dhe bashkëpunime me artistë ndryshëm, vendosa që të shkoj atje, sepse ndonjëherë edhe duhet ta gjesh vetëm në skenë. Sepse kur je me përcjellje gjatë gjithë kohës me shoqërim, edhe të mungon ajo pjesa kur je në skenë. Ne pianistët ndonjëherë edhe duam vetëm vetë ta keni skenën kretë. Vetëm ta kemi, 100%, kështu që unë aty u ndjeva shumë mirë, ishte shumë mirë organizuar, sepse mua më ftoi pianisti dhe profesori i njohur Stefan Müller, atje i Vjenës, unë kam mbajtur kontakte me të, stash shqyr që kemi Facebook, edhe këtu është më i lehtë komunikimi, sepse shohim video gjatë gjithë kohës, edhe më lehtë është për t'i vendosur gjërat. Kështu që unë shkova me shumë kënaqësi, atje publiku më priti shumë ngrohtë, edhe jam ndjerë shumë mirë, ishte një eksperiencë shumë e paharrueshme.
Sigurisht. Ke prekur disa skena ndërkombëtare. Pra Vjena nuk është e vetmja skenë ndërkombëtare që ti ke prekur, por vetë se këtu në vend ti ke qenë edhe në Turqi, ke qenë edhe në Rom dhe në shumë vende të tjera. Pra je ajo pianistja dhe nëse zgaboj edhe vjetë kemi pas atë titullin që pianistja që erdhi nga Kostivari, po që preku skenat ndërkombëtare. Sa e rëndësishme është për një artist nga vendi ynë, një vendi vogël që mbase shpesh nënvlerësohet, le të themi, ose nënvlerësohet edhe artisti, nënvlerësohet edhe vetë vendi. Sa e rëndësishme është që ti prekin këto skena ndërkombëtare? Është shumë e rëndësishme për krahja, sidomos edhe ajo për krahja financiare, sepse ajo është e domosdoshme, financiarja, po edhe ajo morale dhe gjitha tjera. Tani unë pata një ftesë nga pianisti i njohur nga Franca, shqiptar, Gens Tukici, i cili më ftoi për një koncert në Paris, por fatkeqësisht nga Ministria jone e Kulturës së Maqedonisë, ai koncerti u refuzua. Jemi në kërkesë për në procedura të ankesave, kështu që uroj që të bëhet realitet, po sidoqoftë unë kam kontakte me të dhe nuk besoj që ky koncert të dështoj në mënyrë totale, kështu që me të do të gjendet një mënyrë. Do të gjendet një mënyrë sepse pianisti dëshiron shumë që të takohemi edhe të bëjmë një koncert duo bashk për publikun e Parisit. Dhe gjithashtu kemi edhe koncertet tjera me artistë ndryshëm, ndërto edhe shoku im nga Tirana, Kledis Regjo, por ai jeton tani në Francë, në Nice, atje edhe vepron, punon, kështu që edhe me të jemi në bisedim, po të kemi diçka edhe me të bashk, kështu që kjo përkrahja duhet. Por të ne, fatkeqësisht, është pak e vakt kjo pjesa, nuk vlerësohen ashtu siç duhet artistët të ne. Pse mendon se ndodh kjo? Sepse shpesh i kemi këto biseda sigurisht në të shumtën e rasteve në fakt edhe të ftuarit i kemi artistë në vende të ndryshme, në fusha të ndryshme. Pse mendon që nënvlerësohen artistët këtu te ne? Çfarë mungon? Cilat janë mangësitë që edhe institucionet i kanë në këtë aspekt për të kuptuar që artistët japin një kontribut shumë të madh për vendin? Po, nuk e di çfarë mungon. Ndoshta mungon, nuk e di, ajo bot kuptimi për artistin. Sepse artisti është një bot në vete. Bën orë të shumta, ushtrime, sakrificë, ajo për të arritur deri ku duhet të jetë avancim profesional dhe bën shumë sakrifisa, gjithashtu edhe mundin po edhe nga ana financiare në fakt, sepse nuk është duhet po kushton edhe financiarisht ti të shkosh të ushtrosh, të bësh gjithë këto shkollat pastaj. Kushton dhe më pas kur ti organizon një koncert, aty ke një mur ose një barierë, sepse duhet shumë leje, duhet këtë, atë, edhe nuk jemi shumë të lirë për të vepruar. Edhe pastaj edhe vjen ajo faza e demotivimit, sepse ti aty e shikon se nuk është përkrahja aty ku duhet. Jam vjen ku isha unë, aty më duheshte një piano për të ushtruar dhe profesori ma tregoi vendin ku duhet shkoj, aty ishte si një shqitje e shumë pianove, edhe aty unë sa po hyra thash që jam pianiste dhe ato me njëherë nuk prituan, me njëherë ma gjetën dhomën ku duhet të ushtroj dhe ishte shumë e letë si veprim. Kështu që u habita, ngela e habitur, sepse ne këtu të gjitha gjërat i kemi me vështirësinë e artistët. Si me mësuar atë shlet. Po, si me mësuar gjithashtu edhe në për një institucion nuk i kemi shumë hapësirat e lira për të ushtruar, për të punu, kështu që këtu është shumë vështirë. Mendoj se bot kuptimi është. Duhet të ndryshojë. Duhet të ndryshoj. E ndjen këtë demotivim që mbas edhe ti mund ta kesh disa herë, por edhe tek të rinj, sepse duke qenë se je edhe në shkollë të muzikës, e sheh edhe tek fëmijët kjo mungesa e hapësirave, kjo mungesa e
le të themi, gjërave që duhet t'ju jepen fëmijëve për t'u shtruar ose edhe për t'i motivuar. E ndjen këtë tek fëmijët që mbase kanë qef diçka, po vetëm për shkak të kësaj thonë që jo, nuk vazhdojnë me këtë rrugtim. Sigurisht ndjehet, por tani gjenerata e fëmijëve tani janë shumë gjenerat pas teknologjisë. Dhe sikur tani kjo puna që duhet, sepse instrumenti donë punë dhe përkushtim, kështu që gjenerata e fëmijëve tani janë pak pas teknologjisë. Dhe kjo e zbeh pak atë që duhet të japin maksimumin ato, kështu që vërehet ajo për, si më tanë, interesim ka për muzikën, por pjesa e teknologjisë pak i ndalon. Fokusohen, u amirat vëmendjen. Po, ju amer vëmendjen edhe kështu që nuk përqendrohen 100% në fushën e artit. Ti përveç se në shkollë, ke filluar edhe kurse private të japësh edhe me piano. Më thuaj pak si po shkon kjo, pse vendose që t'japësh edhe kurse private. Mendoj që është edhe kjo është një hapësirë shumë e mirë edhe për ato të cilët duan pak më tepër, siç ke bërë edhe ti kur ke qenë më e vogël, pra ke marrë edhe kurse të tjera që të janë dash përveç në shkollë. Si është duke shkuar kjo dhe si e sheh interesimin? Ka interesim prej fëmijëve, prej prindërve në fakt që të sillin edhe fëmijët për të mësuar piano? Po. Përveç shkollës ku jap mësim të pianos, atje ndjehem shumë mirë me fëmijët, sepse jam shumë e lidhur dhe mundohem që mësimdhënien ta jap në mënyrën sa më të mirë dhe preferoj që fëmijët së pari të kenë dëshirë të punojnë me mua dhe më pas të merren me instrumentin, sepse është shumë e rëndësishme. Do me thënë komunikimi i përbashkët, bashkëpunimi dhe kjo lidhja që e kemi në mes vete, kështu që unë me ato fëmijë në shkollë kaloj shumë mirë, bëjmë koncerte, 2-3 koncerte në vit i bëjmë me të gjithë punoj individualisht dhe kaloj jashtëzakonisht mirë, më duan shumë dhe i dua shumë, kështu që vendosa që orë privatet të mbaj, sepse ashtu sigur e përmbush kohën edhe më shijon shumë mësimdhënia. Kështu që më shijon shumë edhe momentalisht derisa ka mundësi, pse jo. Pse jo ta bësh edhe këtë pjesë sigurisht. Ëndra, ne do të vazhdojmë bisedën, po tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Pas publicitetit do të kemi edhe shumë surpriza, kështu që qëndroni me ne. Jemi rikthyer dhe siç e dini tashmë kemi bërë edhe pak zakon që mysafirëve këtu ju bëjmë surpriza, kështu për ta ndruar pak edhe temën e atij rrugtimit apo ajo biseda që ishte duke shkuar shumë ngadalë. Megjithatë, sërish ne do të vazhdojmë të shkojmë me bisedën ngadalë, megjithatë do të kemi surprizë për ëndrrën dhe nëse ka mundësi, regjia të më mundsoj video mesazhin e parë. Dashura ime ëndra, një surprizë për ty, që kur ishe e vogël dhe preket tastet e pianos me ato duart e tua të vogla, unë e dija mirë se rruga jote do të jetë muzika. Shtëpia jonë mbusheshte me tingujt e pianos, me tingujt e tu, me përkushtim dhe dashuri që i fale çdo note. Sot të shoh se sa larg ke arritur dhe jam shumë krenare për ty. Zemra ime mbushet me krenari, jo vetëm për talentin tënd, por për njeriun e ndjenshëm dhe të fortë që je krijuar sot. Vazhdo të luash me shpirt, të ndrosh fort dhe të ndriçosh kudo që të shkosh, në çdo paraqitje tënde. Unë jam gjithmonë me ty, me dashuri të puth mami. Faleminderit. Ishte shumë emocionuese. Faleminderit shumë. Unë e falenderoj edhe unë në fakt mamin tënd, edhe për ta thënë këtu atë që e fole gjatë publicitetit, ëndra në fakt tha, nuk e di tha mamja ka shkruajt diçka tha në publicitet, me siguri ta ndonjë kritikë ose diçka do më thot, po ja e prisnim video mesazhin. Përkundrazi shumë emocionuese si mesazh dhe e falenderoj shumë. Pra s'kishte kritik, po kishte një përkrahje dhe i tregoj atë. Mamin e kam përveç se mami edhe një shoqe shumë të mirë, kështu që ndajmë çdo gjë bashkë.
edhe jam shumë krenare që e kam nën. Faleminderit shumë. Më vjen mirë që e prite kështu, edhe unë e falenderoj shumë, sepse me njerë u mundova që ta kontaktoj përmes, mos të të kontaktoj ty direkt edhe të pyes, dhe kështu që e gjeta, dhe me njëherë më tha që po pa tjetër. Shumë faleminderit për surprizën, ishte shumë e bukur, shumë. Këto janë disa surpriza ne për ta bërë sigurisht këtë emision edhe më emocionues, por edhe unë gjithmonë e them, këto surpriza vlen shumë për të dëgjuar disa fjalë për ty nga personat të cilat ti i ke të afërt, sepse ato janë fjalët më të sinqerta që dalin, qofshin kritika, qofshin kur tregojnë krenari, dhe ndonjëherë jetojmë pak a shumë në një shoqëri ku ndoshta jo të gjithë, po që ndonjëherë edhe prindrit ose edhe veç shoqëria nuk t'i thonë ata fjalë çdo ditë, po që në këto momente mundohen t'i përzgjedhin ato fjalë të më të mira, dhe ne s'kemi përfunduar këtu, sepse do të ketë edhe surprizat të tjera, kështu që nëse ka mundësi edhe video mesazhin e dytë. Sa me fat që jam. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Ëndra, shpresoj të kaloni sa më bukur. Ëndra, një shoqe mrekullueshme për mua, një vajzë gjithmonë me energji pozitive, me përkushtim si në punë, si në jetë. Në çdo interpretim që jep mund ta shihni dashurinë dhe pasionin që ka për muzikën. Përkushtimi i saj gjithmonë ka sjellë suksese dhe jam e sigurt që do të ndjek çdo ëndër që ka përpara. Jemi krenare me ty, Ëndra. Kjo është shoqja jote, dhe nëse s'gaboj edhe është motra e bashkëshortit tim. Edhe kunata, pra. Thash se mos e kem ngatruar, sepse më tha mamjot në fakt. Është edhe motra ime, edhe si motër, është motra ime, është gjithçka që Sara është një person i veçantë, edhe është shumë inteligjente, edhe shumë e afërt me mua, kështu që jam shumë krenare që e kam motër. Kjo shumë e bukur. Kemi edhe një tjetër. Për të mos emocionuar më shumë, po e fundit është të premtoj, sepse e shoh që je emocionuar. Ju bërë një punë shumë të madhe. Edhe shumë mirë më pëlqeu në fakt që e the sa me fat jam, sepse me të vërtet me njëherë këto në kohë rekord u dërguan këto video, dhe unë e falenderoj mamin tënd në fakt sepse përmes asaj, por edhe vajzat të cilat i kanë dërguar këto video, dhe me të vërtet këtu e kupton që me vërtet je me fat, që ke njerëz të cilët të rrethojnë, njerëz të cilët me të vërtet të duan dhe e sheh edhe në sytë e tyre dhe në fjalët e tyre se sa krenar janë për ty. Edhe një kemi të fundit, për të të mos bërë kështu të qash këtu shumë, por edhe një do e shohim, nëse ka mundësi edhe video mesazhin e fundit. Përshëndetje Ëndra, nuk ishte se si të mos media pjesë edhe unë në këtë surprizë kaq të bukur për ty. Ti nuk je vetëm një mësuese e shkëlqyer pianoje, por edhe një njeri me zemër shumë të bukur. Pasioni yt për muzikën dhe mënyra se si i frymëzon ti nxënësit e tu është vërtet shumë e veçantë. Ndaj të uroj nga zemra një rrugtim plot suksese dhe uroj që muzika jote të vazhdojë të prek në shumë zemra. Leila. Shoqja jote. Faleminderit shumë, shoqja ime, shumë e afërt me mua dhe ndajmë punën së bashku. Është kolegja ime gjithashtu dhe është një mike shumë e mirë e zemrës. Kështu që e falenderoj shumë surprizë e bukur. Surpriza shumë të bukura. I falenderoj shumë. Më vjen mirë. Më keni emocionuar shumë. Nuk duam... Kështu e ruaj veten shumë që mos qaj, sepse nuk dua ta prish krejt këtë surprizë të bukur, po janë shumë domethënëse dhe shumë jam mirënjohëse. Sigurisht, kur i dëgjon edhe ato fjalë të bukura, e pash që je emocionuar shumë, prandaj të thash që mos u mërzit, do jetë e fundit, për të mos të bëjmë të qajsh. Më vjen mirë, më vjen shumë mirë që i prit edhe këto mesazhe, sigurisht edhe u emocionave me to. Ëndra, unë dua të flasim pak sepse po i afrohemi ngadalë edhe fundit të emisionit. Unë dua të flasim pak edhe për avancimin tënd edhe nga pjesa akademike. Pra ti sigurisht që je me performanca, do kesh edhe projekte të reja, megjithatë këtë formimin tënd akademik nuk e ke lënë anash. Pra përveç se tashmë je një pianiste profesioniste, ti vazhdon që në pjesën akademike të zhvillohesh më tepër, të avancohesh më tepër, dhe ke mbaruar masterin? Masterin e kam mbaruar për korepeticion, që do të thotë shoqërim me instrumente tjera. Pra unë jam piano dhe përcjellje me instrumente tjera, harkor, frymor dhe të gjitha. Kështu që
masterin e kam, magistraturën e kam në këtë drejtim. Dhe tani më planifikoj për një avancim më tepër, për një specializim, i cili e mendoj të jetë në Kroaci, kështu që në Zagreb, atje në Fakultetin e Muzikës, është një specializim, një hap më tej. Do të në largohesh për këtu? Jo, nuk largohem apo? Përkohësisht ndoshta, sepse dua që ta bëj edhe atë, sepse sado që të mësosh nuk mjafton. Njeriu ka nevojë edhe të avansohet, edhe të shkoj më tej me gjërat që don. Kështu që mendoj që do jetë një bazë tjetër për të përkushtuar edhe më tej muzikës profesionale. Shumë mirë në fakt edhe mirë të thej, sepse gjithmonë mësojmë dhe asnjëherë nuk është mjaftueshëm, kështu që unë të uroj shumë suksese me gjithë këtë rrugtim tëndin dhe sigurisht me atë që mendon që ta vazhdosh sigurisht, por që me një premtim që do të duhet na kthesh në Maqedoni dhe jo të na qëndrosh në Kroaci apo të ikish në vende të tjera. Po, patjetër, aty ku e ke vendin. Së pari jam shumë krenare që jam nga këtu dhe vendlindja ku je lindur dhe nuk harrohet. Nuk krahasohet me asnjë vend tjetër. Nuk krahasohet me asnjë vend. Kështu që ngado që të shkoj, unë përsëri kthehem në vendlindje. Po, pikërisht. Dhe ato biseda që i bëm pak më herët që të demotivojnë, jo, në fakt ne prapë kemi atë momentin që motivohemi sërish dhe vendin e duam. Dhe kjo është shumë e bukur. Për të pyetur në fund, cilat janë ata ëndrat që i ke mbajtur larg publikut, ëndrat që ku e sheh veten, le të themi, ose ëndrat e tua, çfarë do doje ti më shumë për veten, përveç këtyre pjesëve që i folëm, që siç thash, domethënë që i ke mbajt larg publikut, nuk i ke treguar deri tash, po që tash mbase mund na thuash diçka. Në aspekt profesional, në aspektin e jetës, pse jo? Po, nuk e di, e nesërmja nuk i dihet, por gjithmonë kemi ëndra pa diskutim. Dua që mos ndaloj me aktivitete dhe gjëra që mu formsojnë dhe më plotësojnë. Kështu që unë me aktivitete dhe këto avansimet e këto daljet në skenë, angazhimet e mia, ndjehem më e plotësuar. Kështu që nuk besoj që do ndaloj, sepse më bëjnë më të plotësuar dhe je e lumtur me këtë ku je. Jam e lumtur në gjitha këto aktivitete dhe me gjithë këto ritmet që mi ka sjell jeta. Kështu që uroj që të vazhdoj kështu. Uroj edhe unë shpresoj shumë. E nga jeta private? Jeta private është apo do mbetesh private? Do e lësh vetëm private. Prandaj s'desha të të ngacmoj shumë, sigurisht për fëmijërinë edhe për këto gjërat, po që normal që më private nuk dua shumë që ta shfaq, sepse nuk më pëlqen shumë që të flas. Sigurisht, po. Po, për jetën private, dhe po për diskutim. Po, jam shumë familjare, kështu që besoj se edhe shifet nga karakteri im. Po. Jam familjare dhe më pëlqen familja, kështu që një gjë e bukur është që këtu nuk prekim te jeta private, po që unë dua të përmend që ti për krahin e bashkëshortit e ke gjithandej. Dhe kjo është shumë e bukur, të shoqëron gjithandej dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt, sepse edhe pjesa e familjes, sigurisht mami, prindrit, babi, domethënë, po edhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme, kështu që vetëm kaq do e lëmë kaq dhe nuk dua të pa diskutim, për çdo vajzë është e rëndësishme. Si dhe liria, liria është ajo që duhet çdo vajzë ta ketë. E vërtet. Besoj, edhe kjo ku ka më mirë se kaq. E vërtet, e vërtet. Të të lëm e kaq. Cili do të ishte një mesazh i fundit, sepse jemi tashmë në fund, një mesazh i fundit për të gjithë ato të rinjt, fëmijët të cilët duan të vazhdojnë këtë rrugë, e kanë ëndër për të vazhduar, por ndonjëherë ka disa gjëra që mbas edhe i pengojnë. Po. Pa diskutim, çdo fëmijë duhet të ketë ëndra, sepse nga ëndrat krijohen fantazi, ide dhe gjithçka tjetër merr kahje në jetën e tyre, kështu që duhet mos ndalojnë të ëndrojnë dhe ëndrat të përpiqen sa më shpejt t'i bëjnë reale, kështu që duhet të punojnë shumë dhe të përkushtohen në maksimum dhe t'i ndëgjojnë prindërit gjithashtu dhe të mos ndalojnë. Kjo është e rëndësishme. Çfarë do të pengese që të kenë, duhet të qohen çfarë do lloj pengese është pengesë e momentit, kështu që nuk duhet ajo pengesa t'ju azë rrugën për vazhdu më tej.
shumë mesazh i bukur në fakt. Ëndra, faleminderit shumë, faleminderit që ndave nga rrugtimi yt. Unë të uroj shumë suksese dhe presim edhe atë koncertin me babain tënd, e sidomos edhe koncertet të tjera, pse jo edhe koncertet të cilat performancat të cilat i përmendë edhe në Paris, kështu që unë të uroj shumë suksese dhe shumë shpejt mbase intervistën e radhës do ta bëjmë në skenë. Do të lëm fillimisht do të lëm vetë ty me pianon, sepse është e rëndësishme për ty, por që pas performancës shpresoj shumë që intervistën e radhës ta kemi në skenë. Faleminderit shumë ty Ilmie për ftesën dhe për gjithçka. Kalova shumë bukur. Më vjen mirë. Pazite të këndshme, kështu që uroj që të takohemi sa më shpejt. Patjetër, faleminderit shumë, faleminderit. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim edhe emisionin episodin e sotshëm. Nesër do të jeni së bashku me kolegen Flora Shabani. Ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë mirupafshim.